Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë këto momente, gjithashtu mirëmëngjes. Telefonata e parë për ditën e sotme e martë 12 maj 2026. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zoti gazetar. Përshëndetje zotëri. Po, ju dëgjojmë. Desha të thosha pak për të protestën e Sali Berishës. Akoma. Ata qodër ato shashkat e ato molotovët, ta din dhe të këta servilat e Pallosit, se ishin të Pallosit, ishin civilë. Ata i kanë edhe për të gjoja si ka e ka edhe Sali Berisha. Jo, ato jo dhe Partia Socialiste, nuk jo dhe Partia Demokratike. Se Demokratike ato një protestë paqësore, nuk doli armiqësore. Se i pam edhe ati ata civilat, ata politët civila, të maskuar, gjoja sigurishin të popullit. Jo, të tëra demonstrata që janë bërë, të tëra ato mitingjet që janë bërë, të tërë këtë rëmbujin e tyre shashkave e ka thirë Partia Socialiste, jo Partia Demokratike. Ato janë tëra të qëllishme. Okej, në rregull. Mirë, zotëri. Faleminderit për telefonatën. Gjithë mirat, presim i tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Presim i tjetër telefonat. Në lërë pak kohë, zotëri, të lëmë hapësirët e të tjerëve. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Po si ka mundësi ky parafolë që foli para mejet, që ka i kanë herë Partia Socialiste, kja i ka sytë në balë. A ka sytë balë, është ka nga një planet tjetër kësë, s'ka jetuar këtë Shqipënisë. Pa ta janë njerëzit e vërtet që i kanë ka, pa ta që janë militant Partisë Demokratike. Po kështë që ka sytë në balë kështë që të bëhet, kështë thotë e ka e Partia Socialiste. Ta është i gjamë kosën me Sali Berishën. Edhe më ka po përshqypje edhe një telefonuës nga Fieri. Po? Po, Mojzina është Kosovar, që foli me superlativa shumë të mëdha për Sali Berishën. Sali Berisha është hero, Sali Berisha është kështu. Po ky Sali Berisha ishte ai që furnizoi makinerinë vrasëtare Miloševićit në vrap popullin e Kosovës. Janë dy periuda ndryshme, zotëri. Periuda që thoni ju, bëhet fjalë për 96-ën. Po pra, për 96-ën, që foli shumë me superlativa. Po pra, lufta në Kosovë, pavarësisht angazhimit edhe të mëhershëm që prej vitit 91, lufta ka nisur në 98. Popullin e Kosovës. Ky thotë që edhe Kosovar ai origjinë. Tari Kosovës. Po, për Enver Hoxhën foli vrerë e hen e malltim. Ishte Enver Hoxha ai si shej dy divizione me shtirua popullin e Kosovës. E janë vrap 500 partizane për me shtirua Kosovën. E nuk duhet të herë vrerë e hen, se mos ishte konë Enver Hoxha, populli i Kosovës edhe i Shqipënisë e kishte mësuar sikur populli i Palestinës ose i Kurdistanit, popull padh dhe. Mirë, zotëri, është figurë e kontestuar në marrëdhënie me Kosovën, se është dhe masakra e Tivarit pastaj janë. Gjithsesi, faleminderit për telefonatën. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, zotëri. Ja të flason, i dhe ti paraforci, që unë që fola i pari, i kisha sytë të balë, ndërsa këj që fola i dyti, i pas ka patë sytë në dytë. Pa ti e dole njëgjit. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Duke mas ka nga gjithë paraforcit, ne tregon mas miri se ne jemi në shoqëri e degraduar, ndërsa nuk mbrëm të vërtetat, po mbrëm të pavërtetat, mbrëm hajdutët, kriminalet, varasësit e gjithë këta. E tregoj mas miri Robert Drenika, ku një matë si Robert Drenika, një matë, një figurë, një aktor, një artist, një serios, tip seriozi në rolet e ti, serios në familje, kjo tregon mas miri se ne kemi marrë fund si kompë. Edhe ne duhet të marrë italiani, greku dhe serbi, se nuk bëjmë shtet, ne nuk po në gjeje ndonjë më të mirë, zotëri. A kështë gjetur në i mundësi më të mirë.
Qa janë këto alternativa? Mirë, presimi tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Alo, mirë mëngjes. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje, zotni. Urdhro. Po, tani nuk e di, po me një stacion televizion unë dëgjova që Berisha ka bler mercenar më burr edhe këto bomblat Molotov i hidhin ata. Po të dëgjoj. A më ndëgjon? Po të dëgjoj shumë mirë, zotri. Po. Edhe unë habitëm sepse këta parafolsit apo mbrapa folsit akoma i mbajnë niso këti kriminalit më burr. Ajo, unë nuk rrasë e gjinjen televizionet, po gjinjen dhe unë. Që Berisha ka bler mercenar, është kapur një italian, që është futur nga Kosova, edhe 2 tjerë nuk dihen se nga kanë ardhur. Edhe janë të bler. Tani, o gjinjen televizionet, o gjinjen gazetat, si shtot që një gazet, qa gazete ishe Telegraf, duket që lexuat ju zotni, edhe thoshit që ka 13 vjetë Shqipëria që populli, po pse më 13 vjetë më burr? Pse 13 vjetë ka që i vodhi lekët Berisha këtij popullit, ke firmat piramidale, qysh atëherë filloi populli që s'ka. Qysh atëherë populli po ankohet që nuk ka as punë, as një gjë se ai nuk lasi. Mirë, shlarguar zotria, përshëndesim, presimi tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Dy probleme dhe shatë klasi. Pa tjetër, jeni drejt për drejt, zotri. Që është e parë lidhur me drejtësinë. Po, urdhro. Unë nuk kam një si të është një për Ilir Metën, një dashurit madhe. Bile, nuk më ka pëlqyer kur, sepse ka deviju shumë herë, një këte, një kra. Por lidhje me gjyqin që u bë dje, a i kërkon që të bëhet gjyqi hapur. Me media, transparencë. Pse drejtësia nuk bën drejtësi? Hapër më të ndirë, a ka vjedhë? Zirë më vjedhjen? Ose nuk ka pra këtu të regon pa aftësi i drejtësisë. Mirë, si pas tyre të sënon... që Ilir Meta ku ka fakte dhe prova që Ilir Meta ka vjedhë, ka bë korupcion, ka bë çfarë ka bë, le të janë nxjerrë. Po jo të fshihen mbas asaj, çfarë, hetimet kanë marru, është gjyq, dhe të bëhet i hapur. Cënojnë dëshmitarët, si pas gjykatës. Cënojnë, dëshmitarët janë gjyq, si cënojnë. Urdo? Çështja ditë lidhur me Saliu, se na u bë Saliu të shqipërdit tu. Lexova një postim që kishte bërë Adriatik Doçi lidhur me Sali Berishën. Po? Çfarë me fakte, me prova, siç thot ai tash se nuk se faktet i vërteton vetëm gjykata. Po që gjitha lidhjet e Sali Berishës me krimin. Gjitha vjedhjet që ka bërë Sali Berisha i kenë në postim. Me atë Taçin, Rezar Taçin, me Bashkim Ulen, çfarë me çfarë ka bërë Shkelzeni, çfarë pasurish ka Randri Saliu, si ka përfituar ato, si me 180 metër katror apartament sot është, domethënë, çfarë bën drejtësia këtu, çfarë bën policia, çfarë bën prokuroria këtu? Këta janë prova. Ose ç'kan gjyq si shkruan këtu. Shkën gjyq kjo, njeri shkon gjyq, ose si ka, na e kanë bërë trut datë, na e kanë bërë. Flasin veç folë kot. Kuptova, zotri. Mirë, faleminderit për telefonatën. Gjithë mirat, presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zotri. E kanë parafolit se e Adriatik Doçi u zënu 3 herë për shpifje. 3 herë. Gjykat me vendim prem. Që mos i besoni shumë gazetave, ikni faktet. Se mendojnë. A do të zëdoj që pa të Ilir Metës aty. Po, të mos këtë bëtë së doje, a i dhe se rëpun gjithë shtapër, do të i hapër. A i futën të kafas, e rënë velje e përnë si salë frigja, si pret 20 për që thonë gjithë. Kjo është dalimi që jenë në regjim. Edhe në GKK, edhe zoti Velje ka qenë kafas. Ishte në gjykatën e lartë aty ku kërkoi dhe që ndodhi dhe puthja e famshme. Në GKK janë drejtuar njësoj. Nuk e djeva, nuk shkon si ma bezet e si qira
Po ai që ka i rrezikshëm ose prokurori që i rrezikshëm. Po kujtosh se Edi Rama ta bëjmë president për shembull, ishte i rrezikshëm. Kujtosh se Edi Rama ta bëjmë Ilir Metën kryetar parlamenti, prokurori, po ishte rrezikshëm Edi Rama se po sube që i rrezikshëm. Po si i rrezikshëm po. Kanë bërë gjyqje kriminalave. Do lloj banditëve, do lloj kriminalë që kanë bërë paka faza, pas stupë po. Të notu Shqipëri, po sta kështie, po. Tif, mashtro, demagogji, mashtro njerëzit, mashtro delet. Nuk shkon këtë ballë, mo. Po sa marrë kësat gole, këtë bërës, nuk kemi shpesa në të kom. Këtë bërës e mashtro, këtë deli që zdoa të uja zbrita. Merë në lavët, po shë për pjesë. Ushje me... Mirë, zotëri, faleminderit për telefonatën, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Këta jugorët edhe i mirë kuptoj kur duan komunizmin. Po veriorët nuk i kuptoj fare. Po pse i kuptoj jugorët? Se për 25 vjetë nuk kanë qenë të përfaqësuar as qeveri, as gjykundi dhe kanë jetu si mos më keq. Kanë jetu në një varfëri ekstreme. Kanë qenë dhe në qeveri, edhe në fund Ramiz Po ka Alia. që në një tek tuk në një karrocier ose në një kështu, nuk e di. Po jo, me zënë se ka pasur përfaqësim. Nese, gjithësi. Kurse për Robert Ndrenikën, që janë ngritur dhe njerëzit e shajnë ose e ofendojnë në për komente, a i ka shitur veten, njerë ka qenë me PPSH, pastaj u bë deputeti PD-s, tani shkon puter Jon Velin, njeriu me sjelljen e vet shan ose respekton veten. Kaq kisha. Mirë, zojnë, faleminderit për telefonatën. Gjithë mirat, presim i tjetër telefonat. Mirë mëgjes, përshëndetje. Alo? Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje, e trojmë shnet. Gjithashtu, urdhro. Po na mytën më këta komunistët më burë me sleve folë gjata burë fort. Po një këto hale ka njerëzit o zotëri, që du bëjmë? Ma hal kemi me në rritë rogat e pensionit. Po nuk e pas kanë hal fare o zotëri. Hali vetëm që nga Berishat, pak të nësot 6 telefonata edhe sot. Po, 6 një kishim dje. Berisha ka ikë se 15 vjetë një pushteti, me sa flasin ta. Ashtu me ndonë ti, zotëri, po këta zotërinc e tjerë, me ndojnë ndryshe. Shqiptare, kështu dunë, Allah, kështu dunë. Mirë, zotëri. Unë e flasë nga hasi dhe dhe marrë nafë në Gjakov gjithë ditë. Shkon merë nafë në Gjakov. Po edhe çmimet janë më mira ndaj besoj. Edhe për gjërat e tjera. Se kushton plot 60 lekë të reja, 600 lekë vjetra më lirë. 600 lekë vjetra më lirë nafta në Gjakov, a? Në Gjakov se sa në qendet hasit në Krum. Po pazarit andej i bëni dhe pazarit e tjera? Morë të gjitha, veç krip blenë në has. Krip në blinin has, e po mirë, në rregull, gjysmë të keqes. E kështu, e këta i ka falli Berishën. Po për spitale, dhe për spitale shkoni merr një trajtim shëndetësor në Gjakov? Po, për në Krum s'ka si gjë, asë një serum nuk e merë do të në Krum. Po ju e japin shërbimin falas edhe në Gjakov, a? Në Gjakov falas. Jashtëzakonshëm. Kjo është shumë për të vlerësuar, sinqerisht. Hade, juroj gjithë mirë dhe i gjithë mirë e kalofshit. Të përshëndes gjithë mirë edhe juve, zotri. Në fakt, akt vërtet për të vlerësuar që shqiptarët në zonat kufitare në verit vendit të marrin shërbimin shëndetësor falas, si kuksianët në Prizren, si tropojanët dhe hasianët në Gjakov. Gjest i jashtëzakonshëm. Presim i tjetër telefonat, mirë mëgjes, përshëndetje. Mëgjes, përshëndetje. Po, zotri. Po, në 114, në zonën e Astritis Byshe, kanë hisha punëse në gjinit civile. Nuk e di pse, e kanë qonë në Kashar. Në shkët bëjmë ato katët apo përshapore, dhe sot shkoni kombinat, shkoni të nësia tërë, se këtu nuk ka në gjinit civile. Unë se kur të paguin patronazhistat me mira dhe së pagu ke një punëse ke nësia 14, ku është popullësia me madhe në zonën e Tiranës. Se në gjithë 114 nuk mund bësh do të pasaport, mos jeti ka bime, zotri? Jo, sepse kanë ditë punës e gjinit civile. Po se besoj se vetëm një zyrë keni ju atje? Një zyrë, 114. Po 114 ka 200.000 banorë, zotri? Po, ka prapa kanë ditë që kanë qënë Kashar, nuk e di. Po, shkoni në kombinat. Po, mirë, në Kashar, shiko, në Kashar, tani e keni në Kashar ju, apo duhet shkoni në kombinat, se nuk po të kuptoj. Se po e patën në Kashar, mund të merë një shërbim për gjithë 114 atje. Dhe gjota një. 114 është hapë njësi në vete, e re. Po.
Dhe aty ka gjithë punësit e shërbimit social, gjendje civile dhe pasaportat. Tani, këtë punës e gjendje civile, që duhet jap atë vendim se banon këtu, nuk është përkohësisht ato heq punë 2 muaj. Dhe ne duhet të shkojmë në kombinat bëm tani pasaportat ose në kashar. Okej? Të kuptova në rregull, do e adresojmë ne si problematik. Faleminderit për telefonatën. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Zodri. Përshëndetje. Urdhëro, Zodri, përshëndetje. Unë kisha për të thënë që një minator që kemi bërë disa herë kërkesa, në fjalë dhe nuk në zgjedhin status në minatorit. Një që ja kanë nxjerrë për të sqaruar drejtorin e përgjithshëm të mirëve për serim, dhe kur vjen përfundimi, asilloj perspektive për ne minatorët. Një që, e dyta, si ka mundësi, këta si janë me listat mbyllur të deputetët, si ka mundësi që unë deputet kur nuk i ka zgjedhur populli, edhe bëjnë rëmuja në parlament për në dhënë teatra, një fjalë të bën lloj gjëra, populli ka halle, populli ka ti të zgjidhen problemet, një fjalë, kur vjen përfundimi, ta janë pa u zgjidhur nga populli. Po për kë e ke konkretisht? Një që, e dyta, e treta, si ka mundësi, sa ka Partia Demokratike deputet 3 dhe sa ka Partia Socialiste deputet 3. Llogaritim një fjalë që Partia Demokratike, për menimin tem, ndoshta e kam gabim, që nuk ka as 2 deputet, nuk i ka 3, komplet gjaketat vjetra. Një fjalë edhe thot hetën përpara demokracia. Si ka mundësi të ta hapish telekomandën, një fjalë, vetëm daljen edhe folin, një të lasët i ka thonë dje, i thot edhe sot. Një të si thot sot, i thot edhe nesër, edhe kur vjen përfundimi, me mil telekomandën komplet, nësë me pa fare mos, çdo stacion që të shofsh vetëm një person shef. Dhe tjetër, kom diçka tjetër. Si ka mundësi për ne minatorët, që na ngritën moshën e pensionit, që në kohën e monizmit kemi pas 23 vjet punë, 10 vjet e gjysmën tokë, 50 vjet dilin pension. Si ka mundësi ne minatorët që na kanë vunë litarin, i themi në mëfyt, që na kanë zhvat, dhe ne minatorët të gjithë, jo vetëm unë si minator, po të gjithë ne minatorët, ne kemi punu për tjerët. Pse? Sepse 10 vagona krom, ne sa dollar bëjnë. Kuptoj, Zodri, kuptoj, po duhet bëheni bashkë dhe të kërkoni drejtën tuaj, Zodri. 2 milion lekë në ditët. Jo të merresh me opozitën. 5 milion lekë fitim. Dhe kur vjen përfundimi, ne minatorët jemi të gënjur dhe kemi pasuru tjetër, që komplet minatorët e kanë bërë Shqipërinë minatorët edhe këtë klasa punëtore. Dhe për tjetër këqë të funit, si ka mundësi dita i majtë, dita i punëtorët, si ka mundësi që nuk bon asnjë lloj gjoje, që në kohën e monizmit kishte lezet të shqipje. Po s'ka më njerëz që punojnë, o Zotri, prandaj. Se marrin më punën seriozisht. Parakalon të çdo gjë punëtorë, të çdo gjë. Kur vjen përfundimi shmëllë dhe shajnë kohën e monizmit. Komunizmi me bë analizat e komunizmit, të gjithë komunistë janë. Të gjithë komunizmi e ka dërtuar Shqipërinë. Ku kanë shku fabrika, uzina, kombinate, çdo gjë. Ku shkuan? Kush i prishin? Këta pra janë armiku i mbreshëm, është më rrezikshëm sa jashtë. Faleminderit që më dëgjoni. Faleminderit, Zotri. Kalofshi bukur ju dhe studia juaj. Përshëndet, gjithë mira gjithashtu. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, Zotri. Gjithë mira të rej. Gjithashtu. Një pyetje kam. Po. Për këtë kahën e djallet, këtë kahën e mojtë. Që shuhet kjo partia gjakatore, gjak derdhe, gjak pirse e komunizmit. E së plus komunizm, mafje shqiptore. A thunë në këtë vorbull, kohë deputet, shujtër deputet, a thunë të tonë janë gjëgjën e ema. A thunë s'ka me i kohë intelektualin. Pa a thunë ku e kanë bon këtë shkollë, më ku i shërbenë. Mirë, kalën linja me Zotrin, e përshëndesim, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, gazeta. Përshëndetje, Zotri.
të gjithë kanë të drejtë të shprehin të gjithë ato indinjatën e vetë, ose dhe militantizmin e tyre. Patjetër. Po kush që ai që nxori teorinë famkeqe, teorinë zero? Qysh ta shumë zonë dhe i të gjithë të djesën e këtij populli, ta shumë zosh me zero. Ender Hoxha bëri që bëri, e mori të keqen e mori të mirën, e kemi hedhur poshtë. Po ajo ishte gjithë djesa popullit. U vajti vetëm ekonomia e ushtrisë që varionte $130 miliardë. Mirë, zotëri, faleminderit për telefonatën. Presim i tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndet të paraforcin, është e vërtet, por përshëndet paraforcin. Problemi është këtu di zoti gazetare. Po. Ne nuk po kuptojmë se çfarë po ndodh në Shqipëri. Në Shqipëri po punohet vetëm për ta shkatruar këtë këmbë. Nuk është ma zotëria. Mirë, presim i tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Po, zotëri. Unë e përshëndeq atë minatorin që foli për minatorët. Po. Edhe unë kam punuar në minier 24 vjetë. Marë 200.000 leka pension. Që duhet që më jepë se status, nuk për na japin. Jemi ngritur edhe në protestar për tëra. Këtu i kanë faja sindikata, ne kemi sindikata ajdukës, sindikata të shqitës, të blerë, nga partit. Nuk janë sindikatat e popullit. Të bëhet një zgjedhje për sindikatët të reja, jo me këta sindikalisti që kemi ne e verisë të qelbur. Në fabrës për në verisë se e veri, minatorët i ndori 23 vjeç në pension. Dhe sa ky për e bën 65 vjetë pensionin. Pra ndaj, gjana e verë të themi, realiteti. Feminatorit i të kapelën, i siguron të tëra, me ishimet të lira me tëra, i që dyshani ato safat për minatorët, menin, blinin, çdo gjë, me çmimet të lira. Nuk u uanin për bukë, as për qumës, as për gjallë, as për miqë, që i funizon të ndërmarja e funizimit punëtorëve. Në FP-ja që ushe adere. E kuptohet. Ato, do ta mbyllim. Përshëndes, faleminderit për telefonatën. Shkëputim për një hapësirë publicitare, pas pak do të jemi me këshilluesin e mjekësisë holistike zotin Nikol Landoni në studio. Publicitet.